Miqtë e mi, përshëndetje. Shumë pak të rinj jetojnë të mbushur me shpresën e premtimit, sepse dëshirat I shtyjnë në një drejtim tjetër. Personazhi I historisë sonë të sotme filloi jetën me Perëndin, por në adoleshencë u rrëzua. Por ai u ngrit sërish, e bëri më shumë nga ç'kishte menduar, sepse zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Si është I mbirë, doktor? A mund të më thoni se sa ditë ka me temperaturë? 4 ditë, temperatura është ngritur deri në 40, doktor. Po mira, e ka ndihmuar ndo pak ilaçet që ka marrë? Po, të shtunën temperatura I ra, por ju rrit sërish. Kësaj here më shumë se më parë. Mendoj se duhet ta shtrojmë në spital dhe ta vendosim në oksigjen. Zemra e tij është shumë e dobët. Miqtë e mi, po ndiqni të lirë nga prangat radiodramatizimin e historive të vërteta njerëzore, prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju ftohet të ndiqni programin me numër 330, programi që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Birë, më dëgjon? Po, babi. Duhet të pushosh. Unë do të qëndroj këtu me ty në rast se do të kesh nevojë për ndonjë gjë. Mirë. Doktor, që mund të më thoni për gjendjen e tij mbiri? Çfarë po ndodh me të? Kemi të bëjmë me një rast mjaft të rëndë të temperaturës reumatike. Zemra e tij është zmadhuar dhe është bërë 3 herë më e madhe se sa masa normale. A mund ta shpëtoni? Unë po bëj çdo gjë që kam në dorë, por kam frikë se nuk mjafton. Edhe doktorët e tjerë që e kanë kontrolluar, më thonë të njëjtën gjë. Djali juaj ka më pak se 50% mundësi për të mbijetuar deri në mëngjes. Dhe nëse jeton, mund të mbetet I paralizuar për pjesën tjetër të jetës. Ky djalosh 16 vjeçar është edhe personazhi I historisë sonë të sotme. Në pjesën e parë të kësaj dëshmie me 2 pjesë, do të dëgjojmë se si rebelimi e solli në këtë pikë të jetës dhe se si dikush e shpëtoi. Kjo është historia e vërtetë e Billy Shade, e marrë nga dosit klasike të lirë nga prangat. I Matt punonte në linjën hekurudhore të Altunës në Pensilvani. Unë kisha lindur në atë zonë dhe isha fëmijë vetëm. Prindrit e donin Zotin dhe shkonin rregullisht në kishë. Kur isha I vogël, nëna më lexonte vazhdimisht histori nga Bibla. Nuk ka drita? Jo, nuk ka. Billy më pyeti pse nuk ka motra dhe vëllezër të tjerë. Po ti çfarë I the? I tregova një nga historitë e Biblës, atë të Anës edhe të profetit Samuel. E mban mend? Shumë pak. Për shumë vite Ana nuk ishte mundur të lindte fëmijë. Njësoj si ne. Kështu ajo u lute dhe I dha fjalën Perëndisë se nëse ai do t'i jepte një djalë, ajo do t'ja jepte Zotit për të gjitha ditët e jetës së tij. Dhe ajo u bë me djalë. Po, Zoti I dha Samuelin. Kur ai ishte fëmijë, ajo e çoi atë në tempull, ku Samueli u rrit duke I shërbyer Perëndisë. Duket e pazakont apo jo? Të lutesh kaq shumë vite për të pasur një fëmijë dhe kur t'i jepet, e lë? Edhe ne u lutëm që të bëheshim prindër. Megjithse doktori tha se unë nuk mund të lindja. Ai madje nuk na besoi kur I tham se ishe shtatzan. Nuk do të harroj kur që preferoj të luante golf në vend që të ndihmonte të sillje në jetë Billin. Duhet ta kisha detyruar që në fillim. Po pra, në fakt je I Zoti për këto gjëra ti. Më vonë e pranoj që ti dhe Billi mund të kishit vdekur nëse ai nuk do të kishte ardhur në kohë. I kam thënë Billit se është një bir premtimi. Ashtu si profeti Samuel. Përgjigja e lutjeve tona. Duke qenë se isha fëmijë vetëm, babai ishte I vendosur të mos më llastonte. Sidoqoftë, në moshën 6 vjeçare, një natë, u zgjova duke u luritur I frikësuar dhe babai më mori e më mbajti në krahët e tij derisa u qetësova. E zuri prap gjumi. Pse ti je të frikësuar, vallë? Duhet këtë parë ndonjë ëndër të keqe. Po kjo nuk është normale. Të tha çfarë kishte parë? Tha se po rrihnin Jezusin. E kishin lidhur në një shtyllë, po e godisnin dhe po qeshnin me ta. Kur isha 10-11 vjeç, shkova në kampin e krishterë të kishës. Hera e fundit që shkova ishte në moshën 13 vjeçare. Një natë pas predikimit,
u kapa fort tek arritja para meje që të mos dilja përpara për të bërë lutjen e shpëtimit, derisa pash shkrepjen e një vetëtime. Nuk mbaj mend të kem lëvizur, por e kam gjetur veten para kishës duke I kërkuar Perëndis të më shpëtonte. Billy, tani shko në shtëpi dhe tregoju të afërmve e miqve që je shpëtuar. Ashtu do të bëj. Dhe mos e harro këtë varg që është tek letra e Romakëve. Në fakt, unë nuk kam turp për ungjillin e Krishtit, sepse ai është fuqia e Perëndisë për shpëtimin e cili do që beson, më parë judeun e pastaj grekun. Kur djemtë me të cilët rria mësuan se isha bëri krishter, filluan të më ngacmonin, por unë e mohova këtë. Gjërat në shkollë morën ta të pjetën pas kësaj. Nuk isha qenë asnjëherë nxënës I mirë, studioja pak edhe nuk isha I motivuar. Atë ditë dola aq keq, sa psikologu I shkollës më detyroi të merrja çdo ditë në klasë një formular që mësuesja ta afirmoste për të vërtetuar se I kisha bërë detyrat e shtëpisë. Ai vit ishte mjaft I sikletshëm. Si po të shkon shkolla këtë vit, Billy? Më mirë, babi. Më pëlqen mësuesja kujtestare dhe tani jam bërë pjesë e grupit të aktorëve. Aktrimi më tërheq, babi. Billy, do të pyesim nëse dëshiron të vish me ne të shtunën në mbrëmje për të kërcyer. Fëmijët nuk shkojnë për të kërcyer me prindrit e tyre, mami. Në klubin e kërcimit ku shkojmë ne është edhe një grup I vogël për të rinj. Mund të marrësh pjesë edhe të njihesh me një kategori më të mirë njerëzish. Nuk e gjë për të humbur, bir. Do të mësosh si të sillesh më mirë në shoqëri. U bëra pjesë e grupit të rinjve dhe mësova të kërceja. Problemi ishte se mësova dhe duhanin, alkolin dhe kumarin. Nuk kaloi shumë kohë dhe unë fillova të pija një paket cigare në ditë. Situata po përkeqësoi, ndërkohë që jeta e prindërve mori një drejtim tjetër. I matu bë drejtori I bordit të administratorëve në një kishë të madhe. Ku është Billy? Ka dalë me shokët. Ester, ka ardhur koha të kërkojmë një kishë. Kenneth, praktikisht ti je në një kishë. Jo, nuk jam. Dhe kështu si po ecin gjërat, nuk dua të jem. Çfarë do të thuash ti me këtë? Drejtuesit e kishës flasin për liberalizim, por në të vërtetë në kishë ka apostazi. Prit pak zemër, se kjo është fjalë e rëndë. Çfarë do ta quhet ti atëherë kur drejtuesit e tu nuk besojnë se Krishti ka lindur nga një e virgjër? Burrat dalin nga seminari pa pasur fare besim. Ata kanë mësuar që mëkati është një nocion I dal jashtë mode. Nuk besojnë se ekzistojnë vlerat morale. Edhe kjo nuk është e vërtetë. Që ke zëmruar keq me këtë. Ne duhet të mbajmë një qëndrim. Kjo është arsyeja pse dëshiron të kërkojmë një kishë tjetër. Në fakt, kohët e fundit kam lexuar Biblën me Bertin në dyqan. Domethënë këto janë fjalët e tij. Jo, janë fjalët e Perëndisë. Sot kam lexuar atë që Jozue u tha para se të vdiste. Ai mblodhi të gjitha fiset e Izraelit dhe ju kërkoi të zgjidhin se kujt do t'i shërbenin. Ai tha: "Sa për mua dhe për shtëpinë time, do t'i shërbejmë Zotit." Ester, do të shkoj të vizitoj një herë atë kishën në fund të rrugës, edhe të shikoj nëse mësojmë Biblën. Bibla është autoritet për jetën dhe vdekjen. I matë shkoi në kishë dhe doli përpara jo për të bërë lutjen e shpëtimit, por për të biseduar me pastorin. Ai ishte shpëtuar disa vite më parë duke dëgjuar një ungjilltar, por e dinte që mënyra e jetesës së tij nuk përshtatej me besimin e ri. Ai tregoi pastorit edhe për mua dhe I tha se I kisha kthyer shpinën Perëndis duke jetuar në botë. Përgjigjja e pastorit e befasoi atë. Vëlla Shejt, ju duhet jeni të vetëdijshëm se djali juaj nuk do të jetë asnjëherë më pranë Perëndisë se sa ju. Babai shkoi në shtëpi dhe I hodhi lullat në furrën e druve. Ai nuk piu më asnjëherë duhan. Gjithashtu na mori edhe ne në kishë. Kjo gjë nuk më pëlqeu. Unë thyeja rregullat, pija duhan në takimet e të rinjve dhe as dorën nuk ja jepja pastorit për ta përshëndetur. Në atë kohë arrita të pija 3 paketa cigaresh në ditë, po e vrisja veten me duart e mia. Pasi shkoja në kishë detyruar, fundjavat I kaloja vetëm duke luajtur kumar, duke pirë alkool edhe duke dalë me vajza. Ej, çuna, a ka ndonjëri nga ju cigare, se të mia të mbaruan? Na, merë. Shikojeni pak atë bukuroshen që sapo hyri. Sa e mirë që qeka. E pash unë I pari, a? Dhe do ta bëj për vete. Mirë plako. Mirë plako. Billy, vura re që u largove nga kisha para se të fillonte shërbesa. Ku shkove? Dola të merrja pak ajër të pastër. Jam I sigurt që të është dashur, pas mbrëmjes së djeshme ku shëtite në shumë vende. E ç'do të thuash me këtë? Ti vazhdon të pish duhan, apo jo? Edhe?
Dua të heqësh dorë. Unë nuk dua. Atëherë nuk do të ndihmoj më financiarisht. Nuk do të lejoj të përdorësh paratë e mia për cigare dhe alkol. E po mirë, do filloj vetë një punë me kod pjesëshme. Prej atëherë fillova të rebelohesha vazhdimisht kundër Timeti. Shtrëngoja dhëmbët kur bënim studim Biblën në familje sepse babai këmbgulte që ishin të nevojshme. Çdo të diel në mëngjes largohesha nga kisha i zemëruar. Gjeta një punë me kohë të pjesshme për të plotësuar nevojat e veseve të mia, por po ngelja në shkollë. Duhani i tepërt po më dëmtonte shëndetin dhe fillova të kisha dhimbje të forta në krahëror. Kështu shkova të vizitohesha tek mjeku. Kur të fillojnë dhimbjet në krahëror, Billy? Kur mbaron ora e mësimit që duhet shkojnë në sallën tjetër. Shkolla është shumë e madhe. Kur nisem nga kati i parë për të shkuar në katin e katërt, duhet ndalojnë katin e dytë sepse më merret fryma. Gjendja jote është serioze, djalosh, dhe duhani po të dëmton shumë. Duhet të ndalosh. Nuk po them që të heqësh dorë vetëm për një periudhë kohore, por për gjithmonë. Kaq? Nuk mund të mos e them se sa e rëndësishme është kjo pjesë. E po mirë, me që gjërat që kanë kështu, do ta lë duan. Çdo mbrëmje hiqja dorë, edhe çdo mëngjes e ndizja cigaren. Gjeja një zgjidhje. Flakja tutje paketën që kisha në xhep dhe e zëvendësoja me një të re. Kam shpërdoruar shumë para. U ktheva sërish tek mjeku i shkurajuar dhe pa fuqi. Gjendja jote nuk ka ndryshuar as pak, Billy. Ti nuk po pi më duhan, apo jo? Doktor, nuk mund të heq dorë nga duhani, sepse është njësoj sikur të heq dorë nga të marrit frym. Në fakt ka për të ndodhur e kundërta. Çfarë do të thuash? Po nuk hoqe dorë nga duhani, nuk do të mund të marrësh më frym. Një muaj më vonë nisa të pija 2 aspirina çdo 2 orë duke u përpjekur ta mbaja dhimbjen nën kontroll. Në fund të muajit janar përfundova me temperaturë të lartë. Pasi temperatura ul, nëna më kërkoi të pikturoja diçka për klasën e saj të ungjillizimit të fëmijëve. Pas kësaj atë natë, temperatura u rrit sërish. Ditën tjetër prindrit më çuan në spital ku më vendosën në një dhomë hiperbarike për të marrë oksigjen. Babai më qëndroi pranë. E dija që isha pranë vdekjes dhe kisha frikë të përballesha me Perëndin. Perëndi, piktura është e vetmja gjë që kam bërë për ty në të gjithë jetën time. Më vjen keq për mënyrën se si kam jetuar para teje dhe dua të më falësh. Nuk e di çfarë më ka mbetur më në jetë, por nëse më lejon të jetoj aq sa mund të fitoj dikë për ty. Vetëm një, do të isha mirënjohës në përjetësi. Më vjen turp që e kam çuar dëm jetën time. Çdo gjë që më ka mbetur, unë ta dorëzoj ty. Përshëndetje, Bir. Si fjete? Shumë mirë, babi. Doktori tha se enjtja në zemër të është ullur. Më kanë kontrolluar gjatë gjithë mëngjesit. Nuk e besoj dot që arritet të mbjetosh deri sot. Ne jemi lutur për ty, Bir. Shiko mi duart, babi. Shiko sa të pastra e kam gishtrin. E mban mend sa njolla kishin për nikotinës? Si nuk e mbaj mend. Perëndia më ka pastruar, brenda edhe jashtë. Doktori nuk mund të dëgjonte asnjë zhurmë jo normale në zemrën time. 10 ditë më vonë u ngrita në këmbë dhe u ktheva në shtëpi, por më thanë të qëndroja në regjim shtrati për disa muaj. Kështu babai gjeti një mësues që të më ndihmonte me 4 lëndë të shkollës. Si të duket mësuesi? Shumë i mirë, babi. Megjithatë është liberal dhe kemi kundërshtime për çdo gjë që ka lidhje me besimin. Mjafton që të vazhdosh mësimin. Babi, dua të them se kur isha duke vdekur, unë u ktheva tek Perëndia. Nuk habitem. Shumë njerëz kështu bëjnë. Dua të bëj disa ndryshime në jetën time. Një nga gjërat që dua të bëj është të heq dorë nga duani. Shumë mirë. Dhe nuk dua të rrimë me shokët që kam pasur. Nëna jote do të gëzohet shumë kur ta dëgjoj këtë. Por kjo nuk do të thotë se do të ndërpres kontaktet me ta, sepse dua të ndikoj për mirë në jetën e tyre. Të ndikosh për mirë në jetën e tyre? Po, dua që të njohin Zotin. Ata kanë shumë nevojë për të, ashtu siç kisha unë dikur. Atë verë, para se të futesha në vitin e fundit të shkollës së mesme, shkova vullnetar në një kamp të krishterë për të punuar si këshilltar. Një natë, një djalosh erdhi të më takonte dhe ishte shumë i dëshpëruar. Unë e drejtova tek Perëndia. Pasi ai u largua i gëzuar, ngrita syt për të parë yjet dhe u kujtova që i kisha kërkuar Perëndis të më lejonte të jetoja aq sa të fitoja një shpirt për mbretërinë e tij. Kuptova që pas kësaj ai mund të ma merrte jetën. 3 ditë më pas, pësova një aksident të rënd me makinë. Që makina u shkatrua e gjitha? Po, por unë dhe djemt jemi shumë mirë. Kush po e ngiste makinën? Një fëmijë që nuk dinte fare. Ai e ktheu më njan dhe morëm një kthes vetëm me 2 rrotat e mjetit. U përplasëm me një pemë dhe më pas me një tjetër. Oh, Perëndi. E di, babi,
Kur isha smur i kërkova Perëndis që të më lejonte të jetoja, aq sa të mund të drejtoja dikë tek ai. Dhe këtë gjë e bëra disa net më parë. Isha i sigurt që Perëndia do të më merrte në shtëpi pas kësaj. Më vjen mirë që nuk e ka bërë. E po me sa duket ai ka një plan për jetën time. Tek libri i Jeremis, kapitulli 29, vargu 11, Bibla thot: sepse unë njoh mendimet që kam për ju, thot Zoti, mendime paqe dhe jo të së keqes, për t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Mund të ma thuash edhe një herë se ku ndodhet ky varg? Tek Dhjata e Vjetër. Libri i Jeremis, kapitulli 29, vargu 11. Mendoj se duhet filloj shkollën biblike për të mësuar më shumë për Zotin. Kështu do ta kuptoj atë që ai dëshiron që të bëj. Në vitin 1952 fillova shkollën biblike në Filadelfia. Punoja me kohë të pjesme duke ngarë autobusin e shkollës. Në zyrën e punës në shkollë ishte një hartë e qytetit që e studioja shpesh vetëm për të parë Rubin, një vajzë e cila punonte atje. Ne filluam të dilnim së bashku. Gjithmonë e kam pasur ëndër të shërbeja Perëndis në Indi. Edhe unë kam qenë interesuar për Indin. Kur isha 10 vjeç në një kamp veror, kam dëgjuar predikimin e një pastori indian. Më bëri aq shumë përshtypje se ai hodha të gjitha paratë që kisha në çantën e ofrimeve, edhe nuk mund të blija asgjë për pjesën tjetër të javës. Pse? Çfarë tha ai që mbete pa fjalë? Nuk e mbaj mend, por po fliste për një nevojë të madhe që njerëzit kishin. Jam i sigurt që ka përdorur shumë vargje nga shkrimi. Fjala e Perëndis ka fuqi. Për këtë jam këtu. Kush e di, Rubi, do një ditë ne mund të shërbejmë Perëndis në Indi, së bashku. Unë dhe Rubi u martuam në vitin 1955, edhe ajo është një nga bekimet më të mëdha që Perëndia më ka dhënë. Pasi përfundova vitin e parë të shkollës, ne shërbyem në një shërbes në juglindje të Kentakit. Vizitoja shkollat e mesme duke biseduar me 10.000 fëmijë në 7 konte çdo muaj. Një prej tyre ishte Nadina, një vajzë babai së cilës kishte vdekur. Ajo u shpëtua pranverën e vitit 1959, edhe filloi të frekuentonte kishën ku unë predikoja. Atëherë ajo rrinte deri vonë për të dëgjuar predikimet e mia. Shikoni se çfarë shkroi Pali tek letra e Romakëve kapitulli 12, vargjet 1 dhe 2. O vëllezër, po ju bëj thirrje nëpërmjet dëmshurisë së Perëndis ta paraqisni trupin tuaj si fli të gjallë, të shenjtëruar, të pëlqyer te Perëndia, që është shërbesa juaj e mençur. Edhe mos u konformoni me këtë botë, por transformohuni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj, që të provoni cili është i miri, i pëlqyeri edhe i përsosur i vullneti Perëndis. Ky është urdhër. Të jemi një fli e gjallë si Jezusi. Ai dha gjithçka për ne që të kishim jetën e përjetshme me të. Më e pakta që mund të bëjmë është të jetojmë një jetë të shenjtë. Prandaj mos ndiqni botën. Ripërtërijeni mendjen duke lexuar çdo ditë fjalën e Perëndis, edhe parashtrojeni problemet tuaja në lutje duke e adhuruar atë. Kështu do ta kuptoni se cili është vullneti i Perëndis. Në fund Nadina u lut me mua duke ja ofruar jetën Krishtit dhe menjëherë deshi të fillonte shkollën biblike. Megjithse ishte vonë për të aplikuar sepse ishte muaj i gushtë, unë ndihmova të gjente një shkollë të mirë biblike. Ishim shumë të gëzuar për të. Më pas ajo nuk erdhi më në kishë. Çfarë të ketë ndodhur me Nadinën? Edhe sot nuk erdhi. Një nga dhjakët më tha se nëna e saj kishte marrë një rip minatorësh edhe kishte rrahur për vdekje. Po pse? Sepse Nadina dëshiron të shkojë në shkollën biblike, ndërsa nëna e saj dëshiron që ajo të vazhdojë gjimnazin në Kentucky. E ka ndaluar të vijë në kishë për të na takuar. Oh, Bill, po kjo është nga e tmerrshme. Po Robi, edhe dekurajuese gjithashtu. Nuk e kuptoj pse Perëndia nuk po ndryn. Nadina filloi gjimnazin larg shtëpisë. Në mes i vitit ne shkuam të predikonim atje, kështu e takova dhe prisja që të shija një vajzë të dëshpëruar besimi së cilës ishte mpakur. Oh, jo, pastor Bill. Unë mendoj se ishte vullneti Perëndis dhe jam e kënaqur këtu. Kam filluar një studim biblik në Konvikt dhe tani jemi një grup vajzash që mblidhemi së bashku. Sonte do të bëhet një shërbes në qytet, edhe kam ftuar një nga profesorët që të vi. Nadina qëndroi 2 vjet në atë shkollë dhe kur mbaroi ishte 21 vjeç. Më pas u kthye në shtëpi dhe i tha nënës se do të fillonte shkollën biblike. Nëna e saj u dorëzua sepse e pa për ulësinë e vajzës edhe besimi i Nadinës e zbuti zemrën e saj. Nadina vendosi të fillonte shkollën biblike në Filadelfia, ku kisha shkuar edhe unë, dhe ne e shoqëruam me makinë. Jam mahnitur se si nëpërmjet saj Perëndia punoi në mënyrë aq të mrekullueshme. Pasi u siguruam që ajo ishte mirë dhe kishte një punë, ne hipëm në makinë për të kthyer në shtëpi.
Unë e vendosa kokën tek timoni, edhe nisa të qaja. Zemër, çfarë ke? Rubi, e pesë si Perëndia e ktheu botën përmbys për një nga fëmijët e tij. Kur ne u larguam nga Kentucky, Nadina e vendosi plotësisht besimin e saj tek Perëndia, megjithëse kishte vetëm 49 cent me vete. Por njerëzit që vizituam gjatë udhëtimit i dhan para. Kur mbritëm këtu, ajo kishte në total $400. Pikërisht. Më pas zbuluam se shkolla kishte ndryshuar rregullat. Studentët nuk lejoheshin të vinin në shkollë para datës së caktuar. Duhet të bisedoja gjatë me dekanin e shkollës që ta bindja ta lejonte Nadinën të qëndronte në konvikt. Ajo nuk kishte vend tjetër ku të qëndronte dhe nuk mund ta rikthenim në Kentucky. Prandaj aplikoi për një punë si shitse në një dyqan dhe përfundoi duke punuar në zyrë. Kam mbetur pa fjalë. Kjo ndodh me të gjithë ata që e vendosin besimin tek Jezusi. Në vitin 1959 fillova të shkruaja mësime biblike që do të nevojiteshin për një shërbes më vete. Përveç se predikoja në një kishë të vogël, bashkë me time shoqe transmetonim një program radiofonik ditor përmes një studioje të improvizuar në shtëpi. Një ditë ftova një adoleshent që quhej Johnny për të dëgjuar transmetimet tona, duke qenë se ishte folës në një radio lokale. E gjithë kjo studio për të transmetuar vetëm disa mësime biblike? Pikërisht kështu, Johnny. Jezusi është fjala e gjallë dhe ne po ja përcjellim atë njerëzve. Unë dua të ndjek Zotin, por nuk e kam sigurinë e shpëtimit. Johnny, fillo të shqyrtosh natyrën tënde mëkatare, sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhurata e Perëndisë është jeta e përjetshme në Jezu Krishtin, Zotin ton. Unë e besoj këtë. E ti e di se çfarë thuhet tek letra e Romakëve kapitulli 10, vargjet 9 dhe 10, sepse po të rrëfesh me gojen tënde Zotin Jezus dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurit, do të shpëtohesh. Sepse me zemër njeriu beson në drejtësi dhe me gojë bëhet rrëfim për shpëtim. Po, i di ato vargje, por nuk e kam atë siguri. Kushdo që do ta thras emrin e Perëndisë do të shpëtohet. E kam thërritur emrin e tij. Jam penduar për mëkatet. Jam lutur dhe i kam kërkuar Jezusit të më shpëtoj. Sërish nuk e kam sigurinë e shpëtimit. Lexo vargun 12 te kapitulli i parë i Ungjillit të Gjonit. Por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bijtë të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij. E ke bërë këtë? E ke pranuar atë? Po. A je bërë biri i Perëndisë? E po, ende nuk e di me siguri. Lexo vargun 16 të kapitullit 3. Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Tani lexo vargun 24 të kapitullit 5. Në të vërtet po ju them, ai që e dëgjon fjalën time dhe beson në atë që më ka dërguar, ka jetë të përjetshme, dhe ai nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë. I ke dëgjuar fjalët e tij? Po. Beson tek ai? Besoj. Çfarë thot ai se ke? Kam jetën e përjetshme. Po, unë kam jetën e përjetshme. Johnny shkoi në shkollë dhe shkroi një këngë rreth vargut që e ndihmoi të kuptonte dashurinë e Perëndisë. Kështu ne po bëjmë një ndryshim në jetën e të rinjve. I shërbyen Perëndisë në Kentucky për 8 vjet dhe atje lindën 2 djemt edhe vajza jonë e parë. Më pas në vitin 1964 gjërat ndryshuan edhe unë bisedova me Timat. E mora vesh vendimin që gjykata e lartë ka marrë. Pra vendimi ju prek edhe ju. Ashtu është. Në shkollë nuk do të flitet më për besimin. Ata e quajnë ndarja e kishës nga shteti. Por kushtetuta nuk thot kështu. Ajo thot se Kongresi nuk mund të miratoj ligje për sa i përket themelimit të një besimi. Nuk mund të dalim kundra gjykatës së lartë, babi. Ju po bënit një punë të madhe në shkollë. Po, edhe shkolla është mundësi e mirë për fëmijët që të dëgjojnë për Perëndinë. E po Zoti është në gjendje të hap dyert të tjera për ty dhe për ta. Sepse ai që nuk e kurseu birin e vet, por e dha për të gjithë ne, qysh nuk do të na i dhurojë të gjitha gjërat bashkë me të. Ke mësuar të përdorësh shpatën e frymës, bir. Kam shkruar shumë mësime për të ndihmuar të rinj të kuptojnë fjalën e Perëndisë. Çfarë do të bëni ti edhe Rubi tani? Do të shkojmë atje ku Perëndia do të na drejtojë. Po pse nuk ktheheni në Pensilvani? Kam bler një ndërtesë në dalje të Yorkut, ku mund të jetoni? Kështu ne do të kishim mundësi të shinim më shpesh niprit dhe mbesën tonë. E po, mbas e vim. Ne u kthyem në Pensilvani dhe qëndruam në ndërtesën që i mat kishte bler. Yorku ishte qytet i pastër, por problemi po krijohej nga brenda tij. Nuk kaloi shumë kohë dhe unë shkova në një takim me pastorët ku një oficer policie mbajti një fjalim.
Ajo që tha ai atë mëngjes, do ta ndryshonte jetën time përgjithmonë. Në programin ton të erës së ardhshme, në përfundimin e kësaj dëshmie të jashtëzakonshme, do të dëgjojmë rreth shqetësimit të Billit dhe reagimin e tij. Ndërkohë, ne shpresojmë që edhe ju të kuptoni më mirë dashurinë e madhe që Perëndia ka për ju, një dashuri që e tregoi kur dërgoi birin e tij të vdiste për mëkatet tuaja. Për të pranuar atë në zemrën dhe në jetën tuaj, duhet vetëm t'ia kërkoni. Nëse keni nevojë për ndihmë në marrjen e këtij vendimi jetë ndryshues, ju ftoj të na shkruani në Radio 7 Kutia Postare 2914 Tiranë, ose na dërgoni një email në info@radioviz7.net. Ndoqët programin me numër 330. Kjo ishte historia e vërtetë e Billy Shade. Të lirë nga pranga të prodhuar nga Pacific Garden Mission dhe u soll për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë, për të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Deri herë në ardhshme bashkë, mirë dëgjofshim.